kaloj. Edhe foli me Allahun mbas 70.000 perdeve. Edhe mos nëse shihni ndonjë shkrim dashur vëllezër, që thot se Muhamedi e pa Allahun, ta dini që është rehen. Gabim është. Mos I besoni. Muhamedi a.s. ende ish me trup biologjik të kësaj bote, edhe nuk ishte I përgatitur për të parë nurin Allahut, jo vetë Allahu. Andaj, Allahu Dhul Gjelal I foli Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallamit, mbas 70.000 perdeve, dëgjoj zan. Atë ishte takimi më I madh, takimi më I madh që mund të ekzistojë tashmë. Përmendoni Muhammedit a.s. kur ju mbyllën të gjitha dyrët e dynjas, ju hapën dyrët e 7 kaqjeve, dera e sidres, edhe dera para arshit të Allahut. Derja që ka mrit pejgamberi jon I dashur Muhammedi a.s. Allahumma salli ala Muhammedi wa ala Muhammedi. Edhe aty të fillon biseda. Një bisedë shumë interesante që unë kam sfiguar dhe u kam treguar, ajo biseda më e bukur që I ka ndodhur Muhammedit a.s. është biseda e ettehijatit. E dini ju krejt, shpejt e kemi spjeguar. Çfarë më thon biseda e ettehijatit? Biseda e ettehijatit, thot pejgamberi a.s. I dashur, sa u taku me Allahun, I tha ettehijatu lillahi. Nuk I tha assalamu alejke. Se fjala e selam është njëri prej emrave të Allahut. Nuk mund Muhamedi a.s. të jape selam selamit, paqes. Nuk mund Muhamedi a.s. të uroj paqe Allahut, I cili është burimi I paqes dhe dhuruesi I paqes. Pse kush mund ta ngasë Zotit që ti thuash selam? Ne kemi nevojë për selam, jo Allah. Saj ngajrjes selami. Prandaj Muhamedi a.s. shkoni sa I kujdesshëm, interesant. Kush e mësoi? Nuk I tha. Kjo tregon që ai ka pas dije prej Zotit, jo prej librave, bibliotekave. Se dikush, keni parasysh, kush ke kryeministi, shkon ti ke psikologu, I thua si të veshëm, si ta bëj kravati, çfarë ti tham më para, të të mësoje se si të sillesh ashtu, si të bisedosh, se mund mbarohesh me kryeministrin. Këtë se mësoj askush, interesant. Vetëm ja pastruan zemrën me ujë zemzemi dhe hajde ec. I tha ettehijatu lillahi, që ne këndojmë gjunë çdo ditë. Prandaj thuan dietarët dhe Muhammed Mustafaja se miraxhi jon është namaz. Ne shkojmë miraxh 5 herë në ditë, e dini? Ama nëse e fala namazin, tamam, e dini si duhet falë. Jo ma të gajlet tona të dinjas që I kemi. Amon, gajlet, s'mund t'i hekëm. Ettehijatu lillahi, përshëndetjet janë për Allahun, o salavatu, o tajibatu, dhe bekimet, dhe mirësi, krejt. Allahu ja kthen, Esselamu alejke ejuhen nebiju. Paqja dhe mëshira ime qoftë mbi ty, o pejgamber. Wa rahmetullahi wa barakatuh. Dhe mëshira dhe bereqeti I Allahu. Edhe Muhamedi a.s. e kthen selam, Esselamu alejna wa ala ibadillahi salihin. Paqja qoftë mbi ne, edhe mbi robërit e Allahut të mirë. Eshhedu an la ilaha illa Allah. Këtë nuk ua kam treguar kur. Me dua kam treguar, po s'ua kam spjeguar. Edhe Muhamedi a.s. thot është I pari që dëshmon për njësinë e Allahut mbi katin e 7 qiellit, paramendon. Eshhedu an la ilaha illa Allah, edhe mbet këtu. Nuk thot eshhedu anna Muhammeda Rasulullah. S'mund dëshmoj ki për veten. Si këtë e din krejt, e din edhe Allahu. Allahu ja kthen. Wa ashhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluhu. Dhe dëshmojmë që koni Allahu se ka ngrit Muhammed Mustafa, dëshmojmë dhe besojmë që ti je I dërguari im I Allahu, rob I ti je, o Muhammed. Një parasysh, kjo është shahadeti që ne jashtojmë ettehijatit në ulljen e parë ose në ulljen e mbrëmtë të namazit. Edhe në Kur'an thot walaqad ra'a min ayatina al-kubra.
Ashtu e përmendën edhe surja Nejm edhe surja El Isra. Pejgamberi thot Muhamedi alayhis salam pa nga shenjat tona më të mëdha që mund të ekzistonin dhe që mund t'i shihte njeriu. Mendoni, shenjat e Allahut. Çfarë janë këto shenja? Pa xhenet, interesant. Kur u kthie i bën një shëtitje. Sikur mbreti që i bën një shëtitje mysafirëve në pallatin mbretëror. E çon ke muzeu, e çon andej, ke zirat, kjo thotë xheneti, këtu knaqen, këto. Kjo thotë xhenemi, këtu dënohen, këto. Edhe sahabët e kanë pyetur kur është kthyer, normal, ja dha namazin.